Welcome to the weekly press briefing. Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. In the trial of Hashim Në gjykimin e Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, lidhur me ndikimin e jashtëligjshëm të pretenduar të dëshmitarëve, deklaratat përmbyllëse janë caktuar të mbahen më 10, 11 dhe 14 shtator 2026, ku seancat do të fillojnë në orën 9:30 paradite në të treja ditët. on the 20th of August, Më 20 gusht, gjykatësi i vetëm për gjykimin e çështjes miratoi kërkesat e Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit për të ndjekur deklaratat përmbyllëse përmes videolidhjes. during closing statements, Kujtojmë se 4 nga 5 të akuztuar në këtë çështje gjyqësore po mbrohen nga jashtë objektit paraburgimit. Gjatë deklaratave përmbyllëse, palët përmbledhin argumentet e tyre si dhe mund të referohen provave dhe mbështetshmërisë në to, si dhe besueshmërisë së dëshmitarëve, dokumentacionit procesi si dhe kornizës ligjore përkatëse sipas rregullores. parties have the right to respond. Prokuroria e specializuar është e para që fillon me deklaratën përmbyllëse dhe më pas vijojnë ekipet e mbrojtjes. Pas kësaj, palët kanë të drejtë të përgjigjen njëra tjetrës dhe të akuzuarit kanë të drejtë të flasin të fundit. Pas deklaratave përmbyllëse, gjykatësi i vetëm për gjykimin e çështjes mbyll çështjen. Followed in Albanian, English, or Serbian. Seancat më 10, 11 dhe 14 shtator do të jenë publike dhe mund të përcillen në shqipe, serbishte dhe anglishte përmes faqes së internetit të DSK-s me 45 minuta vonesë ose nga galeria për publikun në mjediset e gjykatës. Mesazhet elektronike të konfirmimit u janë dërguar të gjitha palëve që janë regjistruar përprakisht për të qenë të pranishëm në deklaratat përmbyllëse. As a reminder, the Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaqit, Kadri Vesailit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, kujtojmë se shqiptimi i aktgjykimit është caktuar të mbahet më 16 shtator 2026, duke filluar në orën 10. applied to attend the Dërgimi i mesazheve elektronike me personave që kanë bërë kërkesë për të ndjekur seancën personalisht në dhomat e specializuara është në proces e sipër. Sikur se është thënë më herët, të gjitha përgjigjet do të dërgohen një më vonë se 2 javë para seancës. Krahas galerisë për publikun, ku numri i ulëseve është i kufizuar, DSK-ja do të mundësoj për përfaqësuesit e media sallën e konferencave të shtypit në të gjykatës dhe qendrës për media. Salla për konferencat e shtypit do të përdoret posaçërisht që gazetarët të mund të përcjellin seancën nga ekranët me 10 minuta vonesë. Në qendrën e medias, e cila shërben si vend për të punuar një hapësirë e kushtuar për media, gazetarët mund të incisojnë transmetimin me vonesë të seancës dhe të përgatisin artikujt e tyre. Kërkojmë mirëkuptimin e personave që nuk mund të jenë pranishëm atë ditë në ndërtesë, pasi interesi për të përcjellë të seancë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Numri i ulëseve është i kufizuar dhe ishte e domosdoshme të jepej përparësi familjarëve të ngushtë. Seanca do të transmetohet përmes faqes në internet, ku mund të shihet ngado nëpër botë në shqipe, anglisht dhe serbishte me një vonesë të shkurtër prej 10 minutash. Faleminderit.